Zgjedhjet e 11 majit ishin ndoshta të parat në historinë e rilindjes ku Edi Rama nuk pati bekimin dhe mbështetjen e hapur të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Marrëdhënia e dikurshme që nisi me stadiume dhe u rrit me xhamie e ceremoni vëllazërore, sot është në fazën e përplasjes së heshtur dhe sipas çdo përplasjeje që vjen nga lindja, akmarrja është e organizuar, e butë dhe shumë e thellë. Pak muaj më parë, Erdogan kishte kërkuar që disa kandidata afërt me xhamatin e tij në Shqipëri të përfshiheshin në listën e Partisë Socialiste, por Rama e përmbushi porosin me një emër fasad, Edlira Dyrmishaj, një grua besimtare dhe me integritet, por që nuk ishte nga lista e sultanit. Kjo lëvizje politike u pasi përmbushje teknike dhe refuzim real, dhe rezultati nuk vonoi. Xhamati votoi me këmbë, jo me duar. As imamët, as hoxhallarët, as strukturat e ershme të islamit politik nuk u rreshtuan me PS-n. Për herë të parë Rama nuk fitoi me ndihmën e Erdoganit dhe këtë e dinte. Arsyeja e thjeshtë, Rama po afrohet me Riyadhin, më saktë me princin e kurorës Mohammed bin Salman, të preferuarin e Donald Trump dhe njeriu që ka futur para realisht në Shqipëri, duke nisur nga projekti i resortit në Sazan, që pritet të kthehet në një kartë të re diplomatike. Nga ana tjetër, Erdogan nuk ka harruar as për uljen e Ramës para Giorgia Melonit, as kunjat në samitin e Tiranës, as dhuratat për zonjën e Mine, e as mënjanimin e ndikimit turk në segmente të qeverisë shqiptare. Kështu nisi akmarrja e butë. Xhamati urdhërua të bojkotoj. Tashmë media të lidhura me qarqe pro Erdoganit kanë filluar një fushatë të ashpër ndaj Arabisë Saudite. Një ndër to është Mexhlis, e cila ka sulmuar personalisht princin bin Salman, ka përqeshur rolin e grave në protokollin saudit dhe ka aktivizuar analistë të vjetër të islamit politik që prej vitit 1992 janë investuar për të ndërtuar një linjë të orientuar nga Ankaraja, por goditja nuk ndalet në media. Tika, agjencia e famshme e Erdoganit, ka restauruar objekte historike në mënyrë të njëanshme, me qëllim krijimin e një trashëgimie të importuar osmane. Në prez ka futur një kopje të Kuranit të sjellë nga Turqia, që shihet si relike autentike. Në Kalat të Shkodrës kërkoi të ndërtojë një xhami mbi rrënojat e një kishe mesjetare, KMSH e ndaloi. Amerikanët e bën të qartë se kjo nuk është trashëgimi shqiptare. As xhamia e madhe në Tiranë me gjithë milionat e investuara nuk mbushet të premteve. Pse? Sepse njerëzit e Zotit nuk i pëlqejnë lojrat e sultanëve, nuk e duan islamin si projekt politik dhe nuk e pranojnë xhamin si seli elektorale. Pra miliardat e Erdoganit në Shqipëri, nga stadiumi tek gjimnazi, nga xhami tek projektet kulturore, nuk prodhuan dot një elektorat të bindur, siç ndodhi në Bosnjë, siç ndodhi në Sanxhak. Sot Edi Rama është në një pozitë delikate. Nuk e ka më aminin e Erdoganit, por i duhet të sillet si burr shteti përpara MBS-s. Dhe ashtu si në çdo betejë mes lindjes dhe perëndimit, ai përpiqet të shes neutralitet, ndërkohë që ndjek interesin e vet. Por sultanët nuk harrojnë, dhe xhamati e di. Ndaj bojkoti në zgjedhjet e 11 majit nuk ishte politik, ishte fetar, i heshtur dhe i urdhëruar.